Kryeministri Rama shpjegon paqen fiskale me bizneset në Parkun Industrial të Tiranës, deklaron se papunësia është në nivelin më të ulët historik. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian diskuton përgatitjet për zgjedhjet e 11 majit, vlerësohet progresi, të riqet vëmendja për tensionin politik. Plagoset një grua në Fier, 50 vjeçaria, u qellua teksa udhëtonte me djalin e saj me motor, policia shpall në kërkim se autor të ngjarjes Babe Bir. Në Madridit. Ora 19, mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve, këto ishin titujt, shkojmë me radhë. Kryeministri Rama zgjodhi sot Parkun Industrial të Tiranës për të shpjeguar paqen fiskale, siç e quajti, me bizneset. Ai tha se kompanitë që pranojnë marrëveshjen për të paguar detyrimet nuk do të kenë kontrolle nga inspektorët. Rama premtoi se rritja e pagave do të vijojë në mandatin e 4 qeverisës, ndërsa tha se papunësia është në nivelin më të ulët historik. Nga Tirana Industrial Park, një investim i grupit Concord Investment, që ndërthur konceptin e parkut logjistik me administrimin e biznesit, Kryeministri Edi Rama shpjegoi paqen fiskale që do të bëjë me sipërmarrjen pas zgjedhjeve të 11 majit. Të japim gjithë kompanive mundësinë që të bëjnë një të zgjedhin midis një marrëveshje paraprake me autoritetet fiskale për të paguar një tatim, një shumë në tatimin mbi të ardhurat, mbi fitimin që nuk do lëvizi, është ai 15%, dhe pastaj të mund të paguajnë për te kësaj shume, duke deklaruar të ardhurat të tjera të pa deklaruara, më parë me një tatim vetëm 5%. Duke theksuar se papunësia në Shqipëri është ulur në nivele historike, Edi Rama përsëriti se paga minimale dhe ajo mesatare do të rritet më tej nëse Partia Socialiste vazhdon qeverisjen. Në raportin e forcave të punës, ne kemi një përgjysmim të nivelit papunësisë dhe ambicia jonë është që në 2030 ne të kemi një papunësi në 6% që është norma mesatare normale e Bashkimit Evropian. Kryeministri vuri në dukje faktin se kompanitë që janë pjesë e Tirana Industrial Park ofrojnë paga mbi 700 euro, ndërsa nxitje dhe biznese të tjera që të ndjekin ritmin e rritjes së rrogave për punonjësit e tyre. Parlamenti Evropian ka mbajtur një seancë dëgjimore për zgjedhjet me kërkesë të opozitës. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike i kanë ndarë qëndrime të kundërta për situatën parazgjedhore. Opozita ka pretenduar se procesi elektoral do të jetë më i keq se ai i 4 viteve më parë dhe votat do të blihen sipas opozitës nga krimi i organizuar. Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian diskutoi për rreth një orë për procesin e përgatitjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria ka bërë progres të rëndësishëm dhe mbetet e përkushtuar në qëllimin e saj për të përmbyllur negociatat për antarësim në vitin 2027. Por ka ende punë përpara, sidomos për sa i përket zbatimit të reformave që lidhen me kapitullin e themeloreve dhe shtetin ligjor. Ne gjithashtu vazhdojmë të shohim një polarizim të fortë në Shqipëri, që qartësisht nuk e ndihmon vendin. Sipas kërkesës së europarlamentarëve, partitë politike dërguan në Bruksel 2 përfaqësues nga shoqëria civile dhe bota akademike. Partia Socialiste Gledis Gjipalin dhe Partia Demokratike Artan Hoxhën. Situata në Shqipëri tani që jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare ka qenë në përgjithësi e qetë, ndryshe nga zgjedhjet e tjera ku ne kemi parë shumë kërcënime për bojkot apo ankesa për organizimin e zgjedhjeve. Majoranca po kërkon mandatin e 4 dhe po garon mbi premtimin për vazhdimin e reformave dhe bërjen gati të vendit për përfundimin e negociatave në vitin 2027. Opozita u dëhequr nga Partia Demokratike po garon me tezën e antikorrupsionit, një agjendë më populiste dhe ndikuar nga fushata e Trump, pasi kanë punësuar dhe strategji kryesor të fushatës së Trump.
Pritshmëritë e mia janë negative. Zgjedhjet e 2025-s do të jenë më keq se ato të 2021-shit. Kufit mes shtetit dhe partisë në pushtet janë zhdukur. Krimi i organizuar ka mbështetur në zgjedhjet e kaluara fitoren e PS-s. Sistemi i drejtësisë në zgjedhjet e kaluara ka dështuar të ndëshkojë krimin e organizuar dhe kjo do të inkurajojë që ata të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Diskutimet e europarlamentarëve reflektuan aleancat që dy partitë mëdha kanë në Bruksel. Përfaqësuesit e Partisë Popullore Evropiane mbrojtën tezat e PD-s, ndërsa të majtët në Parlamentin Evropian interesat e Partisë Socialiste. Ne po flasim për një situatë shumë të polarizuar dhe po sjellim këtë polarizim. Kjo nuk ndihmon marrëdhëniet e Parlamentit dhe Bashkimin Evropian me vendin, dhe unë do u bëj apel kolegëve, ju lutem frenohuni të mos përfshiheni në debate përpara zgjedhjeve. Ne duhet të diskutojmë dhe të vëzhgojmë fushatën elektorale dhe zgjedhjet nga afër, pasi ka pasur probleme në zgjedhjet e kaluara. Blerja e votës, manipulimi i listës së votuesve dhe abuzimi me burimet shtetërore nuk janë gjëra të reja për Partinë Socialiste në pushtet. Për një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, nuk është kjo mënyra se si zhvillohen zgjedhjet. Seanca dëshimore për zgjedhjet e 11 majit u kërkua nga Partia Demokratike, e cila synon të sensibilizojë faktorin ndërkombëtar për procesin e zgjedhjeve parlamentare. Një delegacion i pranisë OSBE-s në Tiranë është të takuar sot me drejtues të prokurorisë së posaçme. Mësohet se delegacioni i OSBE-s i ka dhuruar SPAK-ut disa pajisje kompjuterike që do të përdoren nga task forca e posaçme për zgjedhjet e 11 majit në teren. Pajisjet, 25 laptop, 25 printera, skanera dhe aksesor do të përdoren nga 13 grupe hetimore në teren si dhe nga struktura qendrore në Tiranë. Synimi është parandalimi dhe hetimi i veprave penale që lidhen me keqpërdorimin e administratës publike dhe infrastrukturës shtetërore, si dhe me përfshirjen e grupeve kriminale në zgjedhje, njofton OSBE. Grupet në teren do të mbulojnë të 12 qarqet e Shqipërisë dhe do të përbëhen nga prokurorët e SPAK-ut, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, agent financiar dhe personel mbështetës. Kryetari i prezencës OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, dhe drejtuesi i SPAK-ut, Altin Dumani, nënvizuan rëndësinë e mekanizmave të fortë institucional për mbrojtjen e proceseve zgjedhore dhe ruajtjen e votës gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit. Në datën 16 maj do të mbahet në Tiranë takimi i nivelit lartë i komunitetit politik evropian. Udhëheqës nga gjithë kontinenti, nga Londra në Kiev dhe nga Olso në Ankara do të jenë në Tiranë. Këtë e bëri të ditur kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Në kuadër të organizimit të këtij takimi të rëndësishëm, qeveria miratoi një vendim duke përcaktuar pushim datat 15 dhe 16 maj për punonësit e administratës në Tiranë, në Kamz, në Vorë dhe në Kruj. Përjashtim bëjnë në vetëm forcat armatosura, policia e shtetit, garda, zjarfikset dhe punonësit e sistemit shëndetësor. Takimet të këtij niveli organizohen për herë të parë në Tiranë, ndërsa pritet që samitit të marrë vëmendjen maksimale të mendjave më të rëndësishme në Europë. Udhëheqësi i opozitës, Sali Berisha, deklaroi sot se drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ilir Proda, është vënë në shërbim sipas tij të krimit të organizuar. Kreu i Partisë Demokratike tha se pas 11 majit, nëse opozita merr pushtetin, do të zhbëjë vettingun në drejtësi dhe do të luftojë bandat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda se bashkëpunon me bandat e krimit të organizuar. Gjatë prezantimit të programit të opozitës për rendin dhe sigurinë në vend, Berisha deklaroi se figurat e krimit të organizuar vendosin se çfarë do të ndodhë me policinë e shtetit. Në krye të policisë së shtetit është një bashkëpunëtor i bandave, një i emëruar i tyre. Krimi urdhëron emërimin e drejtorëve, urdhëron shkarkimin e tyre. Krimi urdhëron emërimin e deputetëve. Por kryetari i PD-s sulmoi edhe drejtuesen e shërbimit informativ shtetëror për lidhje me Serbinë. E shkarkuar nga qeveria e vet për dyshime shumë serioze, bashkëpunime dhe të tjera. Vjen dhe merr me porosit Vučićit drejtimin e shërbimit informativ kombëtar. Berisha premtoi se pas 11 majit, nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet, prioriteti i saj do të jetë lufta ndaj bandave kriminale. Kudo që të jenë,
edhe në shpellat më të larta të këtij planeti do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Sipas Berishës, bandat kriminale kanë arritur të ndikojnë edhe në procesin e vettingut të prokurorëve e gjyqtarëve. Gjykatësit dhe prokurorët të cilët u kap u përballën dhëm për dhëm me krimin, u larguan nga detyra me vettimun gjuhët i shtrigash. Ata janë sot jashtë institucioneve, si akmarrje për ta. Të gjitha këto marrin fund. Nga ana tjetër, Berisha premtoi rritje pagash për të gjithë punonjësit e policisë së shtetit nëse Partia Demokratike fiton në 11 maj. I kthehemi zgjedhjeve të 11 majit në vijim të intervistave me kandidat nga forcat të ndryshme politike. Sot bisedojmë me zonjën Blerina Gjylameti, aktualisht deputete, njëkohësisht kandidate në listën e hapur për Partinë Socialiste. Mirëmbrëma, kandidatet gra, zonja Gjylameti shpesh dëgjohen të thonë që një grua e ka veçanërisht të vështirë të zhvillojë fushat elektorale. A jeni dakord ju dhe nëse po, pse? Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Besoj që nuk ka asnjë lloj gare apo sfide të lehtë, kështu që të gjitha garat, sfidat janë të vështira, por kur bëhet fjala për gratë është pakës më e vështirë. Ndërkohë besoj të gjithë jemi dakord që pjesa e politikës është parë gjithmonë si domeni i burrave dhe po ashtu edhe pjesa e kontakteve, mënyrën se si mundesh të takosh apo të ndërhysh tek njerëzit për të patur mbështetjen e tyre bëhet e vështirë kur je grua më shumë se sa kur je burr. Megjithatë, ky është një sistem për herë të parë, kështu që i ka të gjitha vështirësitë dhe po ashtu dhe paqartësitë. Por unë mendoj që më e rëndësishme se sa vetë gara ndërmjet nesh, është ajo që ne kemi, që është gara për të marrë mandatin e 4 për Partinë Socialiste. Dhe po aq edhe mbështetja për emrat konkret për të patur, të themi edhe një herë, mundësinë dhe përgjegjësinë e madhe për të përfaqësuar të gjithë banorët e njësisë 4 që unë jam, ku jam edhe përgjegjëse apo drejtuese politike, apo të gjithë qarkut të Tiranë, duke marrë parasysh faktin që jam në listën e hapur. Pra ju jeni në njësinë 4 në Tiranë, që është një territori Po jam edhe konkretisht jam nga zona, sepse jam në terren pikërisht nga takimet që kishim me banorët e rrugës Qelo Ibrahimi në njësinë 4. Në njësinë 4 që shkon nga bloku i Kinostudios, Tufina, zona e Bregut Lumit, fusha e Druve është zona e gjerë. Shumë e madhe, jemi afër fushës së Druve këtu. Okej, çfarë është theksi i fushatës? Cilat janë temat e fushatës nëse ato janë specifike në njësinë 4 në këtë zonë që sapo e vizatuam? Atëherë ne kemi një sër të themi prioritetesh të programit që lidhen qoftë me pjesën e reformës pensione, ku prek të gjithë ata që janë në moshën e tretë, qoftë ata që janë pension apo ata të tjerë që do duhet dalin pension, duke riparë të gjitha ato problematikat që ka sjell shumë vite tranzicioni në Shqipëri dhe politika jo të duhura për sa i përket formalitetit tregut punës. Diskutojmë për çështjet e familjes që besoj që i prek të gjithë, por në mënyrë të posaçme zonën tonë, ku mbështetja për familjet e reja nëpërmjet banesave sociale, nëpërmjet kredive të buta, apo edhe elementi që bëhet me mbështetjen e familjes për pjesën e bonusit bebit e më tutje, kurse për sa i përket njësisë 4 për nga komunitetet, ne kemi një nga komunitetet më të mëdha rom dhe egjiptian dhe pjesa e mundësive dhe shanseve të barabarta që duhet të kenë dhe po ashtu pjesës së shkollimit dhe integrimit shoqëri, që është një tjetër element që është shumë i rëndësishëm prioritet për njësinë 4, e po ashtu ne kemi edhe zonën e 5 majit, ku për te ati projekti, që është një nga projektet më të mira dhe më strategjike, sa i përket pajisjes me shtëpi gjithë atyre që u prekën nga tërmeti, vazhdojmë me fazën e dytë ku do të vijohet pikërisht për të ndërtuar, për të vijuar më tutje të ndërtohet në këtë lagje 3, që lidhet me banesa për familjet e reja, po ashtu për profesionistët e lirë, e rinj, dhe po ashtu edhe për ata që kanë pamundësi financiare për të pajisur me një të drejtë themelore, që është çështja e banimit. Dhe çfarë u thoni ju zgjedhësve apo zgjedhësve potencial, kur ata ju thonë që këto lloj premtimesh i kemi dëgjuar në fushatat e kaluara? Pikërisht temat sociale, temat e strehimit, të mbështetjes financiare për familjet e reja. Atëherë, unë duke qenë se vi edhe nga një eksperiencë gjatë edhe në njësinë 4,
jam një nga njerëzit që e kam prekur, e kam vizituar çdo cep të njësisë, çdo rrugë, kam kontakte shumë të gjëra me banorët dhe jam edhe një nga ato që mund të dëshmoj edhe për transformimin rrjedhor të kësaj njësie, që nga pjesa infrastrukturore, por po ashtu edhe nga mënyra e zhvillimit të jetës në komunitet. Kështu që nga ajo, ndryshe nga ata që premtojnë dhe do duhet që të krijojmë besim për të qenë alternativ, ne kemi një element tjetër si Parti Socialiste. Duke qenë se në çdo herë që kanë përfunduar zgjedhjet jemi drejtuar komunitetit për të rifituar përsëri besimin, duke parë punët konkrete, pra nëpërmjet llogaridhënies. Sot këto premtime që unë thash janë pjesë e një procesi të nisur që nga 2013-a dhe sot jemi në të gjitha kushtet dhe para kushtet ekonomike për të vijuar më tutje me reformën e pensioneve, me pjesën e mbështetjes për familjet e reja, e më tutje akoma edhe me pjesën infrastrukturore. Faleminderit Blerina Gjulameti, natyrisht duke bërë fushat në Vizion Plus, ne do të ecim tej. Një grua shqelluar me armë zjarri në Fier, teksa po udhëtonte me motor me të birin. Autorët tashmë të identifikuar dhe të shpallur në kërkim janë në babë e birë. Motivet e ngjarjes nuk janë zbardhur ende nga policia. Një grua ka mbetur e plagosur si pasojë të shtonave me armë zjarri në Fier. E plagosura është identifikuar si Suzana Mërnica, 50 vjeçe. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 në vendin e quajtur mbi kalimi i Dërmenasit. Sipas policisë, autorët janë Afrim Cimili, 66 vjeç dhe Ali Cimili, 23 vjeç, babë e birë, të cilët janë shpallur në kërkim. Autorët i kanë dalë para gruas teksa ajo po udhëtonte me motor me të birin. Pasi kanë qelluar me armë, ata janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Policia ka ngritur menjëherë pika kontrolli në hyrje-daljet e qytetit të Fierit dhe në akset Fier-Vlorë dhe Fier-Lushnjë me qëllim lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Mësohet se Suzana Mërnica është e afërme e Azgan Mërnicës, i cili vrau me plumb në kokë efektivin e shqiponjave Novruz Senalia në vitin 2024. Motivet e plagosjes së 50 vjeçares nuk janë zbuluar ende nga policia. Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet për vrasjen e bujshme të 42 vjeçarit Egli Proga. Organi i akuzës ka dërguar për gjykim 4 persona të përfshirë në ngjarje. Autori, Denis Meçe, do të përballet me akuzën e vrasjes me dashje, ndërsa 3 persona të tjerë akuzohen për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe për moskallëzim krimi. Ndërkohë mësohet se prokuroria ka vendosur ndarjen e çështjes për sa i përket dyshimeve për shpërdorim detyre nga ana e punonjësve të policisë. Ngjarja ndodhi në gusht të vitit të kaluar në qytetin e Pogradecit. 3.6 kg kanabis i një cilësie të lartë është sekuestruar nga policia e Tiranës. Lënda narkotike me vlerë rreth 50.000 euro. Ishte sjellë me post nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të shitej në kryeqytet. Një tjetër rast i dërgimit të lëndëve narkotike përmes postës është goditur nga Antidroga e Tiranës këtë të mërkur. Në kuadër të operacionit Destinacioni, Blut kanë arritur të sekuestrojnë 3.6 kg drogë të llojit kanabis, e cila ishte dërguar në Tiranë nga New Yorku. Në pranga ka përfunduar porositësi i lëndës narkotike 24 vjeçari Franci Vejzaj. Agjentët e antidrogës kanë arritur të zbulojnë edhe emrin e dërguesit të kanabisit, por pritet një bashkëpunim me policinë amerikane në lidhje me zbulimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë. Kanabisi i sekuestruar ka një vlerë të lartë përqindje THC, duke bërë që vlera e saj në treg të jetë 50.000 euro, e përafërt me çmimin e kokainës. 24 vjeçari i arrestuar kishte bërë porosin për sende artistike në shtëpi, por realisht brenda pakos ishte fshehur lënda narkotike. Vejzaj rezultoni arrestuar edhe në vitin 2022 po për drogë. Ky është rasti i 8 brenda 2 viteve të fundit që Antidroga e Tiranës ka goditur rastet e dërgimit të lëndëve narkotike përmes postës. Policia ka vënë në pranga në Vlorë një 48 vjeçar pasi në lokalin e tij është gjetur kokainë. Për disa kohësh, agjentët e antidrogës kishin të dhëna për veprimtarinë kriminale dhe përpasoj zhvilluan një kontroll në lokalin që ndodhet në rrugën Demokracia. Gjatë kontrollit personal, si dhe në ambientet e lokalit, punonjësit e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë narkotike kokainë, të ndarë në 55 doza si dhe 10 fishek luftarak.
48 vjeçari akuzohet për prodhim dhe shitje të narkotikëve dhe mbajtje pa leje të municioneve. Përfaqësuesi amerikan në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kërkoi mbylljen e misionit UNMIK të OKB-s në Kosovë. Zyrtari i lartë deklaroi se Shtetet e Bashkuara synojnë të heqin çdo shpenzim të panevojshëm në organizatat ndërkombëtare. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të mbajtur mbrëmjen e kaluar për Kosovën dhe Serbinë, SBA kërkoi rishikimin e misionit të Kombeve të Bashkuara duke sugjeruar përfundimin e menjëhershëm të tij. Përfaqësuesi amerikan John Kelly argumentoi se UNMIK e ka tejkaluar qëllimin fillestar të mandatit të tij. Ne ju falenderojmë për kontributin tuaj, por koha për të tërhequr UNMIK-un ka ardhur. Ne rekomandojmë që UNMIK-u të fillojë transferimin e funksioneve të tij tek agjencitë e tjera të OKB-s në terren, më të përshtatshme për këtë punë, në mënyrë që procesi drejt përfundimit të misionit të jetë gradual dhe jo i papritur. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të shërjanosur shpenzimet e panevojshme në organizatat ndërkombëtare. Të njëjtën kërkesë bëri edhe ministria në detyrë e Kosovës për punët e jashtme Gërvalla, ndërsa i bëri thirrje UNMIK të mos shtrembëroj realitetin në terren. Gjuha ka rëndësi, zonja dhe zotrinj. Mënyra se si përshkruajmë aktet në terren do të përcaktojë nëse do të mbizotërojnë ndëshkimi apo pandërshkueshmëria, nëse agresioni do të inkurajohet apo do të përballet. Misioni UNMIK-ut vepron sipas rezolutës 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila erdhi si kompromis midis vendeve perëndimore dhe Rusisë për t'i dhënë fund konfliktit në Kosovë. Më herët gjatë seancës, kryediplomatët e Kosovës dhe të Serbisë shkëmbyen akuza ndaj vendeve të njëri tjetrit, ndërsa vendet e huaja thanë se të dy shtetet duhet të punojnë për të ulur tensionet. Me edicionin qendror të lajmeve për sot e mërkur 9 prill. Ju urojmë mbërmjet këndshme.